e ruani akoma edhe sot e kësaj dite apo jo? Atë shkrim aq të vogël në ato letra cigaresh kur shkruar libri Ploja e Mbrame. Që unë realisht nuk e di si e ke lexuar më pas, aq I më të Tani është një histori interesante, në fakt ka shkruar dhe New York Times për atë, kur e ka parë gazetari o habit edhe ka bërë një artikull. Ajo është gjë e parë është ideja që të lind për ta shkruar. Dhe ideja që mua më lindi ishte në burgun e Borrelit, në fakt, e shkruar ai libër. Nuk mund të bëhej në kamp. Dhe aty midis tjerave të burgosurit kishin ruajtur, sepse burgu i Borrelit ishte një vend ku rrije 24 orë brenda, 2 orë vetëm për ajrim, dhe nuk dinjen punë. Dhe ishin ruajtur libra. Që vinin që nga viti 44, është një mëkat I madh që burgu I Borrelit sot, se këtë e tashme nuk është një muze, po është akoma e kanë kthyer në vend burgu ordiner, sikur s'ka Shqipëria beton për të bërë burgje. Ndërkohë që aty është historia e gjithë persekutimit të Shqipërisë, nga figura të rëndësishme. Edhe librat ishin aty, pra, dhe shumë burgosur I kishin kopjuar librat me dorë. Unë kam gjetur librat kopjuar me dorë. I keni gjetur aty? Po, domethënë, kishte ardhur libri, dhe librin e kishte njëri, në atë kohë. Unë se di kur në 45, 47, 48 apo ku di unë. Dhe që ta mbanin aty për ta lexuar. Që të mbanin aty e kopjonin me dorë, sepse ishte koha. Kishte thuaj që edhe kishte njerëz që paguheshin. Unë do t'jap kaq paketa cigaresh e kaq që ti të ma kopjosh. Dhe e kopjonin. Dhe midis tjerave aty një nga librat shumë të bukur ishin 7 tragjeditë e Sofokliut, të cilën në fakt e kishte përkthyer, pastaj I ka përkthyer nga frëngjishtja në shqip një miku im poet, që është dhe unë e kam botuar më vonë tash përkthimin e tij. Edhe aty unë inspirova nga libri nga një nga tragjeditë e Sofokliut, që është Edipi mbret. Tani po të hyt me historinë e gjatë, është tepër gjatë, domethënë, po me 2 fjalë historia është kështu që Edipi mbret është një figurë që tragjike, I cili pa e ditur ka vrarë Tiatin dhe ka fjetur me tëmë, sepse ju nëse e dini historinë. Dhe kur merr vesh këtë, sepse ra një mynxyr në Teb, dhe pastaj I tha ky ishte bërë mbret tashmë, sepse kishte vrarë babain dhe ishte martuar kishte zgjitur enigmën e Sfinksit. Ky çon, me sa më kujtohet mua, Tiresian, një personazhin që e çon për të marrë vesh se çfarë vjen kjo, dhe Delfi I thot, orakulli I Delfi I thot që kjo mynxyr ju I vjen Tebës nga për kësaj gjëje që kanë nga kjo gjë që ka ndodhur. Dhe ky kur mori vesh këtë, qërroi syt. U verbua dhe iku. Tani unë mora si metafor këtë dhe ndërtova një Edip tjetër. Domethënë mynxyra ishte mynxyra që I kishte rënë Shqipërisë komunizmi me të gjithë gjërat, dhe me pretendimin se kishin zgjidhur enigmën, po enigma nuk e kanë zgjidhur, enigmën e të keqes në botë e komunizmit. Dhe kur komunistët e marrin vesh që kjo s'funksionon, që kjo është një gabim, që kjo është një gjë, nuk qerrin syt siç bën Edipi, po bëjnë gjithçka për të mbajtur pushtetin. Dhe unë kam ndërtuar një Edip që bën gjithçka për të mbajtur pushtet derisa I zhduk gjithë njerëzit. Është një enverozë, në fakt. Edhe I kam me personazhe aty me emra kështu të kamufluar, kam me Sheun, Kadriun ja kam bërë Irdak. Kadri Irdak. Kadria Zbiu. Po. Edhe mua më duk një ide shumë e gjetur. Dhe bëra një roman në petku në një dramë me 4 dramë, ku ka dhe është dhe Edipi, po janë dhe këta me emra tjetër, edhe është një referimi asaj, po një rit interpretimi gjithë. Dhe në ato kushte ku ti bën këtë, në fakt
unë nuk e shkrova atë direkt në letra cigare, se shumë mendojnë që unë e kam shkruar në cigare. Nuk mund të shkruaj, se një libër që ta shkruar do korrigjosh, do bësh. E bërën në për fletoret që kisha. Se kishin fletore, shkruan aty. Mirë, pa aty bënin njerë në 2 javë, bënin kontroll dhe mund t'i merrin gjëra. Edhe po t'i gjenin. Dhe kur unë e bëra përfundimtaren, atëherë thash unë ta ruaj këtë, si ta ruaj, ta kopjoj, ta kem gjithë dhe ta fshe mbrapa kurrizit të një libri Larus aty. Dhe enciklopedi po. Jo, ishte petit mikro Robert, më duket. Fjalor po. Një fjalor mikro Robert e futa mbrapa kurrizit aty. Me te kopertina po. Te kopertina mbrapa, te kurrizi. Po. Dhe kjo është historia. Po e shkruajte për brenda 2 javëve në fletore, po them. Them drejtën nuk e mbaj mend sa e kam për sa e shkrova. Por atë e shkrova me një laps të holl që e prehja, kishte një copë brisk të vogël, e bëja gjithnjë me maj kështu edhe e shkruaj. Që shkruante holl. Që shkruante sa më holl që të kishte dhe i kam shkruar, po të shikosh origjinalin se kam bërë dhe një instalacion unë që e kam me këtë. Po të shikosh origjinalin është nga 2-a. Po, nga të 2 anët. Nga 2 anët e shkruar. Janë të shkruar fletët. Edhe e bëra e futa tek mikro Roberi. Pastaj mikro Roberi ngeli aty, ndodhen këto se ishte koha e fundit që ra regjimi dhe ai doli. Unë pastaj nuk është pra ti më the si e lexove. Në fakt kur kam dalë unë mund ta lexoja, se gjithsa e shkruaja dhe mund ta lexoja, se i kisha syt. Po. Në rregull në kuptimin s'kishte nevojë për syze, se unë dola 40 vjeç, rash 23 dola 40. No 40, 41, 42. Si ishte problem edhe. Nuk i kisha akoma problem, nevojën për syze, nuk e kisha. Edhe por megjithatë nuk është se ju referova atyre letrave, ju referova fletoreve, se dhe fletoret dolën. Dolën. Për fat unë i kam sot gjitha gjërat që kam aty, por edhe atë mund ta lexoja. Tani më duhen syze që ti lexoj, ta lexoj atë. Kjo është me 2 fjalë historia, pse u shtyva, pse e kopjova, pse më rujt, domethënë ishte ideja ore të lësh një kështu, në atë kohë prisnim që dinja 60 vjeç. Po. Edhe atëherë ta kem lënë një trashëgimi nga një libër, se njeriu, se ka një thënie që thot njeriu, jeta e njeriu të reduktohet në një libër. E gjithë jeta është bën një libër, Duket sikur disa njerëz sikur i duan më shumë ca gjëra kur i ndalohen. Pra, e kemi parë në shumë raste, rritet pasioni përballë diçkaje që ka një rregull, një ligj që ty të frenon ta bësh. Po shpeshherë kjo buron nga nevoja për afirmuar vetveten, sidomos kur je i shtypur, i dominuar. Sepse ndoshta dikush që të ndalon, po marr një prind. Të ndalon sepse ai mendon më mirë se ty, se ti je i ri, ai mendon ka më shumë përvojë dhe thot jo, këtë s'do ta bësh. Dhe ty të vjen ta bësh. Ndoshta ti e gabim, por ama ti e bën. Për këtë ka Nietzsche një shkrim shumë historik, shumë të rëndësishëm, ku midis tjera flet pikërisht për këtë, se më që hapet temën, të mënyrë të jetuarit historikisht dhe jo historikisht. Thot Nietzsche, ka 2 mënyra të jetuarit. Historikisht është kur ti ke parasysh se çfarë thon tjerët, çfarë ashtu, këshillat, histori, do të thonë njeh historinë dhe vazhdon në rrjedhën sipas një rrjedhe. Jo historikisht, thot ai, imagjinoni thot një njeri të dashuruar marrëzisht, thot një burr i dashuruar marrëzisht nga një femre. Në shumë drejtime ky thot është i verbër, thot. Në shumë drejtime ky është i shurdhër, thot. I thon, ora, i kujdes ndaj këtej, por atë që ndjen, thot, e ndjen me gjithë forcën e shpirtit vet. Dhe Nietzsche thot se kjo është filozofia gjithmonë, është një filozofi, se s'është e vërtetë absolute. Patjetër. Thot kjo situatë mund të jetë shumë mos mirënjohëse, pra në shumë drejtime që thash, mund të jetë, por vetëm nga këto situata thot artistët krijojnë, popujt fitojnë lirinë, pra kur ti jeton me emocionin dhe këtu vim të krijojnë, pra. Është dhe kjo që e shtyn njeriu, sepse ka atë pasionin e vet që në fund fare ka të bëjë edhe me atë nevojën që kemi ne për të afirmuar vetveten. Jemi dhe ne në këtë botë.
Dhe nga njerë edhe shumë. Kjo është e përgjithshme. Pastaj, kur ketë bësh me gjëra ndaluara, me dhunë, do reagosh më fort. Sidomos kur ketë bësh me gjëra që janë edhe të gabuara, që bëhen në mënyrë policore, apo jo, duhet reagosh, por ama njeriu ka dhe anën tjetër, ka dhe frikën. Se kot nuk ushtrohet në presionet. Se njeriu është i dobët, ka dobësinë e vet. Sigurisht. Atëherë mbyll në vetvete, ndrydhesh edhe gjen forma të tjera ose edhe nuk reagon, edhe nënshtrohesh.